Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjellë recetën e sarmëve me fleta lakre. Përgatitja është shumë e thjeshtë, kam përgatitur në mënyrën tradicionale, besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Pasi është koha e ftohtë, sot kam vendosur që të përgatis sarma tradicionale. Kështu në një tigan në fillim shtojmë qepët. Këtu kam 2 qepë mdhaja, cilat I kam cotuar në copsa vogla. Pra në qoftë se I shtojmë kështu pak më shumë qepë, më mirë të marrin shijen sarmat. I shtojmë vaj, dikon rreth 100 ml. Dhe në temperaturë mesatare I përgojmë qepët gjersa të zbuten. Duhet që t'i përzijmë vazhdimisht gjatë përdimit. Qepët janë zbut mjaftëshëm. Tash ja shtojna një gotë 250 ml me orez, cilën e kam pastruar, e kam lavë dhe e kam kullu. Shtojna. E përgojna dikon për 6-7 minuta duke e përzirë kështu vazhdimisht. Shtojna mishin, këtu kam 500 gram me mish të bluar. Përsëri e përgoj masën duke e përzirë derisa mishi t'i largohet ngjyra e kuqe. Mishi t'ju ka larguar ngjyra e kuqe, tash ja shtojna një lugë gjelle me veget, apo shtoni sipas dëshirës, një lugë gjelle me biber të kuq dhe një lugë gjelle me magdanos të thatë apo të freskët, mund të përdorni magdanos, dhe ja shtojna 2 domate mesatare, cilat I kam cotuar në copsa të vogla. Masën e përzijmë dhe e përgojmë për 3 deri në 4 minuta. Dhe në fund, ja shtoj 2 lugë gjelle me pamp për sarma. Ja jep në shije shumë të mirë, pampit. E përzijmë përsëri masën. Kështu, derisa pampi përhapet. Lëshëm edhe pak dhe largoj tiganin nga zjarri. Ja shumë. E largoj arzën nga zjarri dhe e lëm që të tokat që më lartë bëjmë mbushjen e sarmëve. Mbushja është tohur, tash do bëjmë sarmat. Unë do I bëj kështu me lakër turshi. Gjithë motrat që më shikojnë vazhdimisht e kanë parë recetën kur kam përgatitur turshi, kështu fletat lakrës për përgatitjen e sarmave. Do e keni më lehtë se lakrat e plota. Mund të merrni dhe lakër të plot. Ja ko janë. Ja kam largu ujin e tepër. Tash bëjmë hapjen. Kështu. Kur t'i përgatitni në këtë mënyrë fletat e lakrës, do jetë më mirë, më të buta do bëhen. Se kur të lakra e plot, tash marrim dhe kështu kaloj në mes mbushjen dhe bëjmë rokollisjen, I bëjmë në formë rolle. Pra në këtë mënyrë. Gjithë lakrat, apo fletat e lakrave, I bëjmë kështu në formë rolle. Nga një lugë gjelle për çdo lakër është mjaftueshëm. Me rokollisjen. Mënyrën e njëjtë vazhdojnë tutjen e të gjitha. Pjesë. Ndohen të gjitha t'i bëjnë në një formë.
Do I bëj gjithë sarmat, më pas do I vendosi tek ena, ku do bëj zirjen. Vazhdoj në tutje në mënyrën e njëjtë. Kam formuar sarmët, tash marr një tenxhere apo ndonjë të lloji që nuk nxeh dhe në fillim të enës do shtoj kështu fleta lagre. Shtroj shtresën e parë, këto I bëjmë për arsye që mos ngjiten gjatë zirjes lagrat, në qoftë se shterët uji, qoftë ngjitet të ngjiten fletat e lagrës. Këtë mënyrë shtrojmë shtresën e parë. Tash sarmët e formuara I rendisim kështu, mbi fletat e lagrave. Munduhem që t'i rendes në një mënyrë më të ngjeshur, më mirë do jetë që mos t'ju prishet forma gjatë zirjes. Kështu këtë mënyrë bëjmë renditjen e të gjitha. Tash sipër I shtojna salcë domatesh. Do ja shtoj 500 ml. Mund t'i përgatitni edhe me ujë, mirë po salca e domateve ju jep një shije shumë të mirë. Shtojna edhe 500 ml me ujë. Imbulojna sipër përsëri me fleta lagre. Munduhem që ta mbuloj gjithë sipërfaqen. Sipër ja vendosi një pjatë që gjatë zirjes mos t'ju dyfishohet masa të rrinë në formën të cilën I kam përgatitur. Ja vendosi kapakun. Enën e vendosi në zjarr dhe sarmat do I zi për 3 ose 4 orë. Sa më ngadalë që të bëhet zirja, aq më të mira do bëhen, nuk do ju prishet forma, nuk do ngjiten për tenxhere dhe tenxherja patjetër duhet jetë lloji që nuk nxehet.
Kam zjerë sarma dikun rreth 4 orëve. Tash I largoj nga zjarri. Tash janë ftohur pak dikun rreth 10 minutave dhe I kështu nga hina kaloj në një pjatë. Mjarë jashtëzakonisht të mirë, largojmë fletat e lakrës. Unë që ta bëni shterjen e lëngut plotësisht, mirë po I kam lënë kështu, dalën më të mirë. Kalojmë në një pjatë. Sepër ju shtoj pak oj kosi apo kozë, varet se çka doni. Këtu kam djegur pak vaj me biber të kuq dhe ju hedhi sipër për një shije më të mirë dhe një pamje më të bukur. Besoj si u ka pëlqyer motra dashura mënyra se si përgatis unë sarma tradicionale me fleta lakre. Gjithë ju që I përgatisni në këtë mënyrë ju bëft mirë, ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.